Përshëndetje shikues të televizionit Tuskana, jemi me emisionin me veteranët e arsimit. Një kategori kjo e profesionistës të cilët kanë dhënë gjithçka nga vetja e tyre për të arsimuar brezat e tërë. Në këtë emision kam nderin dhe kënaqësinë të kem të ftuar një veteran tjetër nga fshati Drogomishti i Madh, i cili gjithashtu për vitet e tëra ka dhënë gjithçka dhe ka sakrifikuar edhe nga vetja e tij për të arsimuar brezat e rinj, dhe ai është Ramis Dauti. Përshëndetje zoti Ramis, dhe ju falenderoj që ndat kohë të jeni pjesë e këtij bashkëbisedimi. Faleminderit edhe ju. A mund të na thoni fillimisht se si ju lindi ideja për të marrë me profesionin e shenjtë të mësuesisë? Po, më parë desha të përshëndes për vizitën e juve që në bëhat, të përshëndes shikuesit e televizionit Tuskana. Kjo ide lindi qysh më herët, sepse unë rreth nga një familje që arsimin e deshte shumë. Baba im i vafër, por arsim dashës, të thot e deshte as shumë, dhe djalin e tij e dërgoi në një shkollë normale në Shkup, dhe kështu e kryu shkollën e mesme, shkollën normale e mësues, ku u kthe prej atje, u punësua këtu në Zajas, mësues i matematikës. Edhe aty nga viti gjatë 1965, i ndjeri Zeqir, për ndryshe vllau i. Vllau juaj, që mban edhe shkolla periferike. Mban shkolla periferike që e mbroi këshilli i shkollës së Zajazit, një emër nderi, mos e kuptojmë. Po nuk është emër zyrtar, por është. Edhe në vitin 1965 ai ndroi jetë i njeri. Edhe sot saj dite kjo shkollë ashtu e mban emrin. Sa i përket mu, babaj e pa të rrugës edhe ja la vllau si amanet. Po. Që edhe mua të shkollojnë edhe të shkollojmë në një shkollë të tillë, ta djeg rrugën e atij, hapat e atij. Pasi e kryva shkollën fillore, këtu 4 vjeçare, kurse 8 vjeçare në Zajas, baba i më dërgoi dhe më regjistroi në shkollën normale Zeflushmarku në Shkup. Kjo ka qenë nga viti 1967-68. Atje 4 vit me radhë e kreva normalen, dhe në vitin 1971 u ktheva me diplomë, u punësova këtu në Drogomishti. Më thënë që prej fillimit këtu jeni punësuar në Drogomishti. E pastaj të ndalemi pak tek studimet, si keni pasur kushtet për të zhvilluar
Për të ndjekur mësimet. Për të ndjekur mësimet, në atë kohë, me të vërtet, mund të them se ishte vështirë të qësh një familje tëndin ta mësësh. Arsyeja ishte se të varfër ishën. Kushtet ekonomike. Kushtet ekonomike ishën shumë të dobta. Pastaj edhe kushtet tjera, pa marrë parasysh se çfarë kushte. Nuk kishe mundësi, por me gjithatë babai e gjente atë edhe mi dërgonte Do më thënë ju mbaruat shkollën e mesme. Shkollën e mesme. Normale, përndryshe ishte shkollë e mësuesisë. Dhe u kthyet në vendlindje, u filluat me punë. Në vitin? Në vitin 1971 u punësova këtu në Dërgomisht të Madh. Më pas, duke punuar pa punonjë, edhe u regjistrova në fakultetin pedagogjik. Me ishtë rregull. Po. Pas asaj, u regjistrova, duhet tash t'i liq atje se riarsipim, ose duhet ta mbarush fakultetin pedagogjik. Unë prapu regjistrova në fakultetin pedagogjik, ku e kreva, për 4 vjet e kreva fakultetin edhe, por unë nuk e lash. Fillimi, do me thënë, kur keni filluar të punoni, cila ishte ajo ndjesia kur keni filluar ditën e parë të profesionit mësuesisë dhe a e pritet mirë apo? Unë si njeri, si person, si arsimtar, si mësues i ashëm, se atëherë mësuesi ishte gjithçka. Ishte respekt. Me siguri ke pasur edhe arsimtarë të cilët ju kanë dhënë juve mësim. Po, dhe ata arsimtarë, bashkë me arsimtarët, njeri ndër ato ishte edhe një Zendel Ismaili edhe ai, ishte bashkë me mua këtu, arsimtari im ishte. Po. Ishte një kënaqësi e madhe, që në mëngjes e prish herët në mëngjes të qohem që të shkoj të takohem me nxënësin. Kështu zgjati deri 10 vjet, një periudhë për 10 vjeçare, ku më pas ishte ndryshime, që ishën ato ndryshime. Ishim edhe nga pushteti, por edhe nga kushtet që i kishim të vështira. Këtu në Dërgomisht, shkollë nuk ishte, punojëm në shtëpi private, 2 herë mi ngrit, njerë në xhamit, ka qenë mandej një shtëpi private, për shtëpisë private, ndërtuam një shkollë me 3 dhoma, 3 mësuesore, ku aty disa vjet ndetën dhe pastaj u ndërtuam te shkolla. Magnasi prapë them nuk ishte. Çdo ditë kënaqesh, deshe që ato dituri, njohuri që i kishe tuas ja ndash edhe fëmijëve, nxënësve. Kulimi tek nxënësit, sa ka qenë numri i nxënësve kur ju keni filluar të jepni mësim dhe pastaj kur fillon ajo rënja, me sa e latë në fund? Në fillim ku jam punësuar në këtë shkollë, ishën 2 paralele të kombinuar. E para 3-ta, 4-ta, 2-ta, dhe punojshim numri ishte deri 40, 50, ma shumë nuk ka qenë. E deri në vitin 96-97, arriti deri në 137 nxënës. Do thotë u bën gati nga 2 paralele. Në klasë 2 paralele. Në klasën e parë ishte 50 nxënës, 40 nxënës. Kështu me radhë deri. Ku ra numri nxënësve? Numri nxënësve ra aty me fillimin
pas 91-shit, 92-shit, e deri në 2004-2005. Në Zonësit nuk e kisha fajnë, as prindët, por unë do të thema edhe pushteti e kishte. Edhe rinia ikën të gjithë jashtë. Edhe duke ikur jashtë ata, e lanë edhe fshatin e boshatisë, edhe shkollën janë duke vazhduar, se sot zonës ka 20 ose 30. Ky është numri, do të thotë, i shoqim që deri me 20 zonës ose 30 zonës, 20 deri me 30. Përmende do me thënë nuk keni pasur edhe hapësira për të zhvilluar procesin edukativ mësimor dhe keni zhvilluar edhe në për shtëpi private dhe në xhami. Kur jemi të kushtet, do me thënë, në krahasim me ditët e sotmit e shohim se kushtet janë krejtësisht tjera. Mirë, por fatkeqësia është na mungojnë nxënësit. Nxënësit na mungojnë. Edhe prandaj edhe nxënësit, u apeloj të gjithëve fshatarëve, rinisë, që mos se largohen kështu. Do është këtu nuk ka kushte për jetesë, por ti si mundet të gjendet njëri, e nxënësit ta kanë ikur gjithë. Fshatarët kanë ikur, ka mbet një pjesëria në për këto shtëpiave. Kjo ishte do të thotë se si kanë qenë kushtet edhe. Ju e keni filluar thatë në vitin 1971. 71. Për sa vite, deri në cilën vit dolët pasaj në pension? Pas asaj, vazhdova shkollën, bashkëprovimit postdiplomike në Shkup në Kirill Metodi në Fakultetin Filozofi. Atje u regjistrova shkallën e treja, si thonë, atje tash njështë. Edhe më barova magistraturë. Magistrova për venqet menajment në Arsim. Aty, dhe sot fitova ta qatë titullin, se përndryshe... Vazhdonit ndërkohë në të njëjtin vend punet jeni këtu në fshatin Dragomisht i Madh? Unë dojla pas, vazhdova edhe 10 vjetë, ose 12 vjetë nuk e di, edhe mandi dojla në pension në vitin 2016. 2016? Do me thënë, generatat të ndryshme sot... Kam dzirë generatat tëra në procesin edukave arsimor, këmë qenë afër 35 vjetë, kurse si ushtrues detyre e kam kryer detyren pak si direktor në shkollën qendrore e Qërrishit Sajazi, e pastaj zëvendës direktori, 7 vite e kam kryer. Me thënë një njeri me gjithë të vite i përkushtuar në arsim, kur e i shikon, do me thënë, dallimin kur e bën në mes të arsimtarëve të asaj kohë, qoftë edhe periudhës juve që ju kanë dhënë mësim dhe këto të sotmit, si mund t'i krahasojmë? Pa atëra të arsimtarën të thonë, nuk e di, ndoshta do të gaboj, por ka dallime. Për mua ka dallime, arsye se ata me të vërtet fjallën mësues ose arsimtar, ose profesor që do qoftë ishën me të vërtet ata. Kurse sot ka ndryshimet më ta, nuk e di. Atëherë ishën të pakt, por të sakt. Se arsimtarët e atëhershëm kemi pas periudha që kemi kaluar edhe nga pushteti, kemi qenë nga përcjellën në çdo hap. Në çdo hap. Se arsimtari ishte ai ato që është kështu, e them në nacionalist, oportuniste, diçka tjetër. Do thotë, në çdo hap, arsimtari përcjelleshte. Sidomos për vitit 81 tutje.
Do të thënë kjo nga një farë lloj presioni. Kishim presione, shumë presione, cilët pa marrë parasysh se në çfarë drejtimi. Personali arsimtari ishte në bazë. Kur jemi tek nxënësit, do të thënë nxënësit e asaj periudhe, sa kanë qenë më të kujdesshëm, më të vëmendshëm dhe nxënësit e kësaj periudhe që jemi sot? Unë do të kisha thënë se nxënësit e asaj periudhe ishin më të rregullt, më punëtor, më të ndëgjueshëm, edhe ka dallim, shumë të madh dallim. Sot një nxënës është ndryshe, kushtet i ka, por ka dituria, njohuritë nuk i ka sa që ato nxënës që i kanë pas më përpara. Emën deri ka. Ja ka dhënë Këshilli i Shkollës Qendrore. Në atë kohë me vendim që kjo shkollë, por jo oficial, se s'dia kuptoni. Ta mbajnë emrin atij arsimtarit parë, edhe tash e mbah, do të thotë prej atëherë, 78-ën, kjo shkollë e ka emrin ashtu, por është në kuadër të shkollës Errë Sajasi. Kjo një emër deri. Ka qenë arsimtari i parë, në fshat nuk ka pas atë py ka qenë. I ka mërë nxënësit, unë e mbaj me se pak më ka mësu një vjet, edhe i ka mërë të gjithë nxënësit e fshatit, pa mërë parasysh se sa vjet janë, moshën e atyre, e gjini. I ka mërë i ka qenë të vjeçare. E kuptoni, ashtu ka qenë mësuesi, talent ka qenë nga vetë natyrë. Si mësues, ka punu 5 vjet edhe në gjatë 5-ën. A në gjatë e njëshin del arsimtari. Edhe direkt e qenë mësues aqë, ajo anë më falin, që e din ma mirë, se ka qenë pak si shëptar, si inspektor i shkollave. Ama pak një vjet ashtu. Dhe për nderët, aty të ka marrë edhe emrin edhe shkolla. Për nderë, fshati kërkoj edhe të gjeqarja, që ka t'i vëmë që kështu, që t'i jetë edhe... Gjithashtu e ka dhe për mendorin atë. Po, për mendorin.